Do të vija Adela. Ajde Adela. Mirë mbrëma, Emisioni Bardazi. Komplet me të Barda. Barda. Përshëndesi Bardën, se më thafë se s'më ke përshëndetur. Barda? Fansja numër 1 emisionit tonë. Barda? Po, Barda kush? Barda janë. Barda. 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 Po, Barda. Gëzuar ditën e verës që vjen nesër, ju urojmë gjithë shqiptarëve një verë të mbar. Amin, nuk e dija i po që na i dojshën ballokumet. Po ti si, bore? Unë të mijat. Të shishme, po tanë. Jo, i ke bërë të shishme, po lëre. Nuk janë aq të bukura, as jemi ne të tre, po janë shumë të shishme. Po, unë nuk i dua gjërat e bukura, dua gjërat e shishme. Të shishme, je një mashkull tipik shqiptar. Jo, qëtë, shqiptarët i duan të bukura, me. E drejtë. Unë jam jo tipik. E vërtet. Je kështu mix. 1-0 për Leonin. Po. E pas kam shumë etje, që më keni sjellë sot? Lajthiz. Ta ka sjellë Lajthiza. Shisa kujdeset Lajthiza për ne. Tani ta hapim i qik. Po, do ta se mua pëlqen ajo zhurma. Gëzuar me Lajthiza. Gëzuar për ditën e verës. Gëzuar për ditën e verës. Po, Po, si s'bëhet? Bëhet që sot biles. Thea erdhi nata. Do flasim për gjërat të nxehta. Po. Mon. Për gjërat të nxehta me ujë të ftohtë. Piçi kujti. Po, me gjërat të nxehta me ujë të ftohtë. Po. Nuk demi me këtë. Jo. Jo, me gjithë të e premte është si diet. Si diet, hajt, nisi e mbar. Tani... Moja Del, çka ngjar? Çka ndodhur? Ka ndodhur një renditje për burrat. Ama mos ja fut kë. Kjo rubrikë është edukuese për burrat. Tashmë unë jam gjelati burrave. Kjo diet vetër Giotina. Giotina. Unë do thoja udhërrëfyesja. Po edhe kjo. Po. Po që diplomate, si gjithmonë Ornela, dem diplomati lezeqëm. është bërë një rankim... Ati do thoja që kush burr ndjek këshillat e tua, bëhet njëri tamam. Po, bet burr. Po më vinte shumë për të qeshur se ishte një koment... Bëhet burr. Po si e burr, Zbesh do të Adelën bësh burr. Po, normal. Po s'do që Adelu qa do ndjeki. Ishte një koment që thoshte, kjo Adela, sa e lezeqme, fresk fare, luma ishtë do e marri dhe thash, vla. Vla, ti se dish të pret. Pa më mirë mos ta di. Do vuash, më beso. Po ti ku e di kaq mirë? Sa tjetër, ato të po thot. Ajo nuk e përgëzoj. Tani, është bërë një renditje për burrat, dhe gjeni se cili vend ka burrat më gentil në botë kur vjen puna tek pagesa dhe që s'të lënë të fusësh dorën në xhep asnjëherë. Shqiptarët janë të parët. Shqiptarët jo, nuk janë shqiptarët të parët. Jo. Italianët Po jo. që janë këtej afër Ballkanit janë njerë. Po nuk janë shumë larg Ballkanit. Po. Mos janë sërbët me aman. Jo. Jo. Emi në rregull. Janë pak esmer, janë Ore, mos shumë janë brun, këta vëzërit esmer. tanë Arkadash? Arkadash. Ja dhe... Aman. Sa të mira, ai shqiptarë, vlla që... Jo, mësë shqiptar, është ai aktori... Po shqiptar, me? Me origjinë jo, ka të drejtë me origjinë të lashtë shqiptare. Po është ai aktori tyre telenovela. Po. Dhe meshkujt turq zën vendin e parë kur vjen puna tek pagesat. Pra, nëse ka një vend që nuk i lë gratë asnjëherë që të bëjnë pagesa, qoftë të ushqimit, qoftë në restorante, qoftë pagesat të tjera. Dhe pas këtyre vinin arabët, se vazhdon të renditja, pas arabëve vinte Ballkani, aty futemi ne, pra të tretët i bie. Të tretët. Pas Ballkanit vinte Evropa veriore, këta skandinavët që ndajnë gjys për gjys, dhe në fund vinin Amerikanët. Sa dobë të Amerika. Jazëk. Sa dobë, jeni mësuar ju të merrin lekët të tjerve. Jepuni. Moj, po këta turqit gjotë cimbithin edhe femrat nga bythët, janë dhe që flinë të mdhej. Turqit? Mua më duke ke vajtë në Istanbul të bëjo? Kam qënë dhe këtë do thoja mua më duke si kur janë që flinë të lekut, sa ata bëjnë vetëm pazar dhe të pazarit. Do mos për bjondet ato. Bjondet? Po ja, unë do i shtoj fijet. Mua një gjë më ka bërë përshtypje nga turqit, jo e kam sinqerisht, që në çdo vend ku unë kam shkuar në Stamboll, nuk kam parë një punonjëse femër. Pra, ti ke shoferin e taksis, ke kamarierin, pra vetëm meshkujt në punë, nuk e di ku janë. Janë gentlemana pra, nuk i lodhin gratë. Ndoshta nuk është të shkuam në korporata, se unë turiste ishta, por që në korporata ka se keni parë në film. Nga sa grabajnë edhe këta? Po këta... Sa të munden, po. Jo më jo një... Si ne janë dhe ata, po. Si ne, larg shoft. Po. Leon njeri më shumë se një grua këtu, se su hap. Ashtu thua ti, po. Vazhdoj me lajmin e dytë. Lajmi i dytë do të na çojë në Berlin, në Gjermani. Këta kanë marrë një mas që të vendosin barazi gjinore dhe e kanë nisë nga pishinat.
nga sot e tutje, në pishina edhe gratë, njësoj si burrat mund të rinë nga mesje lartë të zhveshura, pra top. Jo, njësoj si burat. Po, njësoj si burrat. Po me të dhënë edhe meshkujt sutjena. Ky lajm është në kuadër të barazisë gjinore. Me qënë se ne kërkojmë barazisë gjinore? E kanë kërkuar gratë këtë gjë tani, se s'po e kuptojmë. Pra lëvizjet feministe, në kuadër të barazisë gjinore, me qënë se thonë, përse burri dhe ai ka asete, përse burri duhet të ri zhveshur nga mesje lartë dhe femrat mos të rinë. Po pse se bërë nga mesje poshto? Kënaj që ishin gjithë. Nga mesje lartë. Ajo do ishte rrezikshme. Po mirë, se dhe burrat nga mesje poshtë nuk zhvishen në pishina publike. Jo. Nga mesje lartë zhvishen, kështu që barazia aty qëndron. Dhe gratë do të kenë mundësi, sipas tyre po. Pra, u terrorizuam. Imagjinoni çfarë do ndodhi me numrin e të regjistruarve në kurset e notit. Sa të interesuar do ketë që të shkojnë vetëm në pishina. Do bëjnë dot not, moj. Do mbyten, kërkun dim, duar do një përpjet, gjithë kohës. Unë se besoj. Se beson ti këtë? Nuk e besoj të ketë rënë Berlini kaq poshtë. Jo, me këtë është ngrit. është ngrit lartë. Do ngrit pjaca, pasaj ti e di në Berlin në peshirë të famshëm. Po, ke drejt. Po, edhe mund t'jetë e vërtet kjo. Kam një dyshim që mund t'jetë e vërtet. Mund t'jetë e vërtet. Dhe e mbylli me lajmin e tretë, që këtë lajm e kam bërë posaçërisht për ty, Erion. Burrat e zgjuar. E kam bërë për burrat e zgjuar, burrat me një nivel të lartë IQ-je dhe intelektual. Po, janë zgjuar. Pse? Si ishte kjo thua çik? Po, burrat. Ornela, duhet gjoja çfarë tha Ornela. Burrat që kanë një nivel IQ-je të lartë, pra janë intelektual. Si puna ime me një fjalë? Po. Puna jote, Erion, prandaj tash këtë lajm e kam bërë për ty. Po, rofsh. Kanë rezultuar që nuk tradhtojnë. Është vërtet. Gjasta që të tradhtojnë më shumë kanë këta që nuk quhen. Është vërtet 100%. Beto, para flamurit, ja. Ja. Është e vërtet. Unë se besoj. Se beson? Po pse budallash ai të tradhtojnë? Jo, ata që janë të zgjuar, tradhtojnë, me inteligjencë. Tradhtojnë me inteligjencë pa kuptuar. Pra e mendojnë dhe veprimin më keq se cia amerikane. Zhdukin provat në të qinda, atje ku s'ta merë mëndja të zhdukësh prova, ata e kanë zhdukur. Jo, se shërë, nuk e besoj do. A mendoni që vazhdon të Nga përvoja ime e tradhtis, as njerë nuk i zhduk do të gjitha provat. Kështu që është e vërtet ajo që thotë. Burrat e zgjuar nuk tradhtojnë se e kuptojnë që është budallëk të tradhtosh. Është budallëk. Një pyetje kam. Se jam shumë e sigurt. Kam një pyetje. Jam shumë kurioze për përgjigjen, jam shumë e sigurt që dhe ata që na ndjekin janë shumë kurioz. Në qoftë se një nga partnerët tradhton dhe partneri tjetër nuk e zbulon kur tradhin, se ky ishte i zgjuar, kishte IQ të lartë, bla bla bla. Quhet tradhti apo nuk quhet tradhti, nëse tjetri se marr vesh? Ua, ç'a pyetje. Ua, të gjithë ndjekësit të na shkruajnë në Instagram, është tradhti kur nuk e zbulon apo s'është tradhti? Ua, sa e madhe. Interesante. Pra në qoftë se ai mëkat vdes me ty, ti e merr me vete. Po që ke mëkatuar njëra të mbaj. Po kjo është pak por e sigurt, po puna është konsiderohet tradhti sepse un kam dëgjuar. Në sytë e Zotit po. Në sytë e Zotit. Foli Zoti. Zoti na falë, triqem. Nuk po flas, po ndiem. Ndihet tradhtia Keli. Ndihet në stomak. Me erë. Mo Keli, si ndihet tradhtia? Era tradhti. Ka që pati. Jo, Zoti nuk flet dy herë. Zoti flet, po. Tani votoni pak? Votojmë lajmin e parë. Unë turqit nuk i besoj që janë më gentlemen. Atë të parë nuk e besoj. Nga ky i dyti kam frikë se e fusin Gjermanët në një kështu, se edhe kryeministrin e kam pas lakuriq ata njerë. E di unë. Po, Ditëm pjesë ka pas lakuriq. Ajo ka pasur lakuriq pjesën më të madhe. Vetëm flokët i kishte të mbuluar. Po? Kurse ky lajmi i tretë që ne nuk tradhtojmë me inteligentët, kjo është shumë e vërtetë. Tradhtia është buallik. Buallik. Po. Sot kemi një surprizë. Po gjeni vetë. Që të vi? Gjeni vetë, jo, s'do vi gjë, jo. Po të lajmet, ka lidhje të vërtetësia. Ka vetëm janë gjitha të vërteta. Haj, votoni tani. Unë të parin, vetëm. Të parin dhe ti dy të tjere. Unë jam i treti. Ti e i treti? Po dhe i dyti të pre. Po, edhe i dyti, po. Sot ju, bardhazi, ju plotsoni njëri tjetrin, sepse janë të tre të vërtet dhe sot i keni qetur bashkë. Sot me tre lajme të vërteta. Sot bashkoni duart dhe bëni një zemër. Si bëhet ajo zemra kështu? Nana, se mos bëndoj që tjetër. Zemra më e bëja aja. Zemra jo më. Ajo është e gjeneratës Z. Po dhe unë se bëj do të mirë atë. Dhe si e mbyll Adela këtë rubrik? Vazhdoni të na ndiqni në YouTube.
Ta bëni nga 24-22 milion këtë javë. Bashkohen. Na votoni shumë, na komentoni se ju duam. Na shani njerë, sidomos. Na shani, po. Pjesa e sharje se e vlerësojmë shumë sharje. Epni dhe variante si sillen meshkujt, e kupton? Ti kuptojmë dhe ne dhe ti sillim studio. Plus përgjigjen e tradhtis, që shtuan të 3, dhe deri të premten e ardhshme, mos harroni të na votoni, do thoja se janë bërë kështu si politikane dhe unë. Mos besoni çdo gjë që lexoni, sidomos politikanët, mos i besoni, ju lutem. Por bardhëtim, po shikojni. Mirë, do të kalojmë në vënqe, për cillim Adelën me një super vibe. Po. Iki unë tani, mirë pafshë. Nuk të lëshon kamera, bot. Jo. Po e marrë me vete. Shkojmë në vënqe.